Kjo është fotografia e qytetarit Sefer Fetau që lajmi net e siguroi ekskluzivisht e që paraqet gjendjen fizike pasi Fetau u raportua se u sulmua fizikisht nga një zyrtar policor. Sefer Fetau u raportua të jetë rror brutalisht nga zyrtari policor Remzi Pulaj, i cili u arrestua e më pas u ndalua nga autoritetet përgjegjëse. I njëjti u suspendua nga puna menjëherë pasi inspektorati policor kishte siguruar informatat dhe provat e mjaftueshme se i njëjti kishte ushtruar dhunë fizike ndaj qytetarit në fjalë. Prokuroria themelore në Prizren ka kërkuar nga gjykata themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit ndaj zyrtarit policor Remzi Pulaj, i cili dyshohet për keqtrajtim të një qytetari gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare dhe lëndim të rënd trupor. Në kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit që e kanë siguruar kolegët nga betimi për drejtësi, thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se me 14 qershor 2025, rreth orës 21:35 në Prizren, tek një kafene, i dyshuari Remzi Pulaj, si zyrtar policor duke keq përdorur autorizimet e tij, e ka keq trajtuar personin tjetër, derisa ishte me një zyrtar tjetër policor gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare. Sipas prokurorisë, të dëmtuarit i kanë shqiptuar gjo për kundërvajtje për shkak të parkimit të palejuar të veturës, të cilin ja kanë vendosur tek xhami i veturës, e në ato momente ka dalë dëmtuari, i cili ka qenë brenda kafenes, duke hedhur gjobën e kundërvajtjes në tokë. Pas kësaj, në kërkesën e prokurorisë, thuhet se zyrtari policor Remzi Pulaj së bashku me kolegun e tij, duke parë gjobën e hedhur të dëmtuarit, i kanë dhënë urdhër verbal që t'i prezantojë dokumentet e identifikimit. Mirëpo ai nuk i është bindur urdhrit të tyre. Pas kësaj thuhet se zyrtarët policor kishin filluar të arrestojnë të dëmtuarit. Mirëpo ai përsëri nuk ka lejuar të arrestojnë dhe se gjatë përpjekjes për ta arrestuar, në një moment i pandeurit të dëmtuarit ja ka vënë këmbën, ndërsa kolegu i tij me të dëmtuarin ishin rrëzuar në tokë, duke rënë mbi të dëmtuarin dhe aty në pozitën e shtrirë për tokë, e në tentim për ta vënë nën kontroll, i pandeurit të dëmtuarin e ka goditur disa herë me grushte në kokë, tek syri dhe në pjesën e veshit të majtë. Me këtë dyshohet se ka kryer veprën penale keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike nga neni 195 paragrafi 1 të kodit penal, ku sipas këtij neni, personi zyrtar i cili duke keq përdorur detyrën apo autorizimet e tij e keqtrajton, frikson ose fyn rënd dinjitetin e personit tjetër, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Prokuroria vlerëson se ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, pasi me lirimin e tij i pandeuri mund të ndikojë tek kolegu i tij, pra tek polici tjetër që ishte me të, më konkretisht mund të ndikojë në dëshminë, po ashtu thuhet se duhet të merret parasysh faktin se vepra është kryer nga një zyrtar policor. Po ashtu, prokuroria vlerëson se duhet të merret parasysh pesha dhe natyra e veprës penale, si dhe pasojat e saj, në këtë rast gjendja të dëmtuarit që nuk është stabile. Sipas prokurorisë, masat e tjera alternative për sigurimin e prezencës së të pandeurit në procedurë penale janë të pamjaftueshme. Andaj propozon caktimin e masës së paraburgimit. Në lidhje me këtë rast është deklaruar edhe avokati i viktimës, i cili ndër të tjera tha se dhuna e përdorur ndaj klientit të tij ishte teje e rëndë.